Muzei i Kristaleve nuk është vetëm një vend i ekspozimit të pasurive natyrore të cilat nxjerren nga nën toka jonë. Ai në vete mbërthen shumë gur, të cilët kanë një domethënie dhe histori dhe vijnë nga të gjitha minierat e Kosovës. Gur të cilët ndodhen në këtë muze janë të hapur për shumë vizitorë të cilët dëshirojnë të mësojnë më shumë për historinë e nën tokës dhe pasurinë e Kosovës. Në vitin 1964 u marrë iniciativa më hap ky muze për shkak se ka pas shumë minerale mbrana edhe për shkak bukurie kristale të Trepsës. Ata minatorë në atë kohë ja kanë nis ka dalë me grumbullu dhe e kanë hap muzeun. Përpara ka qenë një muze i vjetër deri në 2012 në Nalt, ku i kanë grumbullu minerale, ku i kanë promovuar normal. Tash pe 2012 ato minerale kanë ardhur në këtë muzeun e ri. Tash ne kemi këtu mbrana për rreth 2500 minerale muna me thonë, ku ma shumë se 90% janë të minierës Trepça, po kemi edhe minerale që kemi shkëmbyer me shtete tjera të botës, po ashtu na kena fillu me pasëru muzeun me eksponate tjera të rajonit Kosovë, sepse tregohet që ky muze deri në 2012 ka qenë menaxhim Trepsës, tash është menaxhim shtetit, do thotë. Sipas studimeve mineralogjike deri tash në minierën Trepça janë taku për mbi 70 lloje të veçanta të mineraleve dhe na në muze kemi shumë lloje të mineraleve prej tyre. Domthonë po si mineralet kryesore janë galeniti, që është minerali i plumbit dhe është shumë i rëndësishëm se ka shumë argjent, sfaleriti është minerali i zingut, piriti dhe pirotina janë minerale të hekurit. Këto janë 4 minerale kryesore, po ka grupe e lloje të ndryshme të mineraleve, ka edhe minerale të çmueshme, që janë vivianiti, lulloniti, boniti e tjerë, ka edhe grupe e lloje të ndryshme të minerale karbonate, sulfure. Blok diagram, normal që është paraqitet Trepça në 3D. Këtë blok diagram e kanë punu gjeologët e Trepsës dikun rreth 50 vite përpara me dorë. Gjitha elementet që gjidhen në minierë janë këto: trupa xheror, shkëmbejt, korridoret, punishtet, për mbi 200 km rrugë janë hapur mbrana në minierë ku punojnë dhe veprojnë minatorët. Por ndryshe miniera Trepça deri tash janë hapur 19 horizonte në minierën Trepça. Diferenca mes horizonteve është rreth 60 metra, dikon rreth 800 metra në thellësi është hap miniera. Ne e dim që ka rezerva dhe ma thellë, sepse janë bo hulumtimet ma në shpime kërkimore dhe është vërtetuar që ka rezerva dhe ma thellë deri dikon në horizontën e 15. Këtu para jush e kemi një mineral që është shumë i veçantë, është shumë i mirë me thonë sepse vizitorët janë shumë të kënaqur kur e shohin, është galeniti dhe duket si qytet. Na i thojmë Chicago për ndryshe e përmena më herët se galeniti është minerali i plumbit dhe ka shumë argjent, ama ky është një mineral shumë i veçantë i galenitit. Tu kemi disa copëza të vivianitit, që është për minerale e përmena më herët çmueshme domon, vivianiti e lulloniti e tjerë, ndërsa për shembull këtu e kemi një mineral që i ka 3-4 minerale në një vend, domon është ky me ngjyrë të zezë, është sfaleriti është për ndryshe minerali i zingut, piriti është ky me ngjyrë si tare që po duket, kalciti është domon karbonat kalciti, që është ai me ngjyrë të bardhë. Piriti është mineral i bakrit, është i veçantë si mineral, sepse realisht bakri dhe ori lidhen gjenetikisht bashkë kur formohen dhe është i veçantë për neve kalkopiriti. Edhe piriti gjithashtu ka formën, njerëz mahnitën mendojnë që mos është ari kështu, por realisht është minerali i hekurit. E tjerë, kemi shumë minerale të veçanta, kemi forma ndryshme të minerale, zakonisht për shembull ai minerale atje duket si me kon ndonjë kafsh apo optan. Kemi disa lloj gjeodash ndryshme, lule ndryshme, për shembull ky minerali këtu duket si një kpuc, kemi edhe minerale të tjera që shfaqen forma ndryshme të hartës Kosovës e tjerë. Këtu para jush janë paraqit disa eksponate të vjetra, domthonë mënyra primitive që është punu përpara, sepse ka dokumenta që për Trepsën litet mati për vitit 1303, ka dokumenta normal që është përmend Trepsa, në atë kohë është në mënyrë primitive dhe ne kemi paraqit disa eksponate të vjetra, mënyra primitive që është punu përpara, domthonë që janë gjetne për galeritë ndryshme të minierës Trepsa. Këtu i kemi paraqit disa minerale që vizitorë ndryshëm kanë ardhur për shtete ndryshme të botës, na i kanë dhuru për shembull aty dhe ne i kemi vendosur, tash i kemi disa tjera të shtete huaja, po këtu për shembull ky është për Marokos, për Japonisë, për shtete ndryshme për Amerikës atje, ndërsa këtu i kemi paraqit brenda gjeologjisë ekziston një shkencë tjetër që thirret gemologji. Edhe gemologjia merret me përpunimin e mineraleve. Domthonë çysh duket shkon me fillim atje dhe masanaj deri te produkti final, domthonë onazat,
këto varë se qysh bon, sepse nxënësat janë shumë kurioz me di qysh doken mineralet. Ndërsa këto tjerat janë të trepse. Gjatë sojove pe përmeni, për shembull kemi pas pe Italisë, pe Polonisë, pe Amerikës, domthon grupe të vogla vizitorëve. Por në vizitorë nga Kosova kemi pe shkolla, pe qerdhë deri në studenta, domthon nxënësa ndryshme vinë grupe ndryshme të nxënësave. Po ashtu kemi edhe vizitorë për shembull pe Kforit që gjenden në Kosovë, pe ambasada ndryshme, student pe Shqipërisë, pe shtete ndryshme të Evropës e Magjer. Për shembull nesër është e premte, kemi dikon të aranxuar me 4 shkolla që kanë marrë këto. Domthon në vizitë, domthon pe Podijevës, pe Ferizajt, pe Vustresë dhe pe Mitrovicit, baki vjen edhe në shkollë tjetër. Domthon kemi 4 shkolla që kanë marrë premte. Kemi grupe lloj ndryshme, ne dikon për mbi 10.000 vizitorë gjatë vitit tash është